Udhëtimi i dytë, Zanafilla 43. Vargjet kyçet kapitullit. Atëherë Juda i tha Izraelit, atit të tij: dërgoje djalin me mua, unë bëhem garant për të. Në rast se nuk ta kthej dhe nuk të vej para syve, do të jem fajtor ndaj teje për gjithë jetën. Vargjet 8 dhe 9. Perëndia i plot fuqishëm t'ju bëj të gjeni hir para atij njeriu. Sa për mua, po të jetë se duhet të mbetem pa bijtë e mi, kështu qoftë. Vargu 14. Pastaj u nxitua sepse ndjenjat e tij për vëllain e tij ishin ndezur. Kërkonte një vend ku të qante. Hyri në dhomën e tij dhe qau atje. Vargu 30. Uria e detyroi familjen të kthehej, dhe në këtë kapitull ndodh diçka e madhe. Juda ofron veten si garanci për vëllain e vogël. I njëjti Juda që propozoi shitjen e Jozefit tani thot: unë përgjigje me jetën time. 20 vjet e ka ndryshuar. Dhe pa e ditur, në fund, 10 burra ulen në një tryezë me atë që dikur e shit. Konteksti historik dhe kulturor. Vini re çfarë sjellin si dhuratë: balsam, mjalt, aroma, mirë, fistik dhe bajame. Vargu 11. Këto ishin prodhimet më të mira të Kanaanit dhe pikërisht të njëjtat mallra që mbanin tregtarët ismaelit, të cilët i shitën Jozefin. 37:25. Karvani që mori Jozefin në Egjipt kishte të njëjtën ngarkesë. Bibla nuk e thot hapur, por lidhja është aty. Dhurata që dërgojnë sot është kujtimi i asaj që bën dje. Skena e drekës kërkon një sqarim. Egjiptianët nuk mund të hanin bashkë me hebrejnë, sepse kjo është gjë e nevojshme për ta. Vargu 32. Egjiptianët kishin rregulla të rrepta fetare për pastërtinë dhe barinjtë e huaj konsideroheshin të papastër. Prandaj ushtruan 3 tryeza, egjiptianët veç, vëllezërit veç dhe Jozefi veç. Ai ishte i ndarë nga të dyja botët, hebre në gjak, egjiptian me pozitë dhe i vetëm në të dyja. Vargjet 1 deri në 10. Juda flet. Ushqimi mbaroi dhe Jakobi u tha: shkoni sërish të blini pak ushqim. Vargu 2. Sikur nuk ishte ndodhur biseda e kapitullit kaluar. Ai po e shtynte vendimin. Dhe Juda i foli hapur: nuk mund shkojmë pa Benjaminin. Njeriu na tha qartë: nuk do ta shihni fytyrën time pa vëllain tuaj. Pastaj Juda bëri diçka që nuk e kishte bërë kurrë. Mori përgjegjësinë e plotë. Unë bëhem garant për të. Do të ma kërkosh mua. Në rast se nuk ta kthej, do të jem fajtor ndaj teje për gjithë jetën. Vargu 9. Krahasojeni me Rubenin në kapitullin e kaluar. Vrit dy bijtë e mi, 42:37. Ofertë absurde që si kushtonte asgjë atij. Por Juda tha: unë ja dal garant. Ky është ndryshimi mes fjalëve të mëdha dhe përgjegjësisë së vërtetë. Kujtoni gjithashtu, ky ishte i njëjti Jud që tha: ta shesim vëlla, çdo bijë kemi po ta vrasim. 37:26. Njeriu që dikur shiti një vëlla për 20 monedha, tani ofron veten për një tjetër. Perëndia kishte punuar në të zemër përmes turpit të kapitullit 38, përmes viteve, përmes urisë. Askush nuk është shumë larg për të ndryshuar. Vargjet 11 deri në 15. Jakobi dorëzohet. Jakobi më në fund pranoi, jo nga besimi i plot, por sepse s'kishte rrugë tjetër. Përgatiti dhurata edhe dyfishoi paratë dhe tha: Perëndia i plot fuqishëm t'ju bëj të gjeni hir. Vargu 14. Vini re emrin që përdor, El Shaddai, i njëjti emër me të cilin Perëndia ju shfaq Abrahamit kur gjithçka dukej e pamundur. 17.000. Dhe pastaj fjalët e një njeriu të lodhur. Po të jetë se duhet të mbetem pa bijtë e mi, kështu qoftë. Vargu 14. Nuk është besimi i gëzuar, është dorëzimi i raskapitur, por edhe ky është besim. Ndonjëherë ne i dorëzohemi Perëndisë, jo sepse jemi të fortë, por sepse s'na ka mbetur asnjë rrugë tjetër. Dhe ai e pranon edhe atë dorëzim. Vargjet 16 deri në 25. Frika tek dera e shtëpisë. Kur Jozefi i pa me Benjaminin, urdhëroi t'i çonin në shtëpinë e tij dhe të përgatitej një drekë. Dhe vëllezërit u trembën.
na sjellin këtu për shkak të parave që na u kthyen. Do të na sulmojnë dhe do të na bëjnë sklever. Vargu 18. Sërish mirësia i tran. Dikush po i ftonte për dreg dhe ata menduan për gra. Prandaj folën me kujdestarin te dera. Shpjeguan çështjen e parave dhe i ofruan t'i ktheni. Dhe kujdestari u tha diçka të mrekullueshme. Qetësohuni, mos keni frikë. Perëndia juaj dhe Perëndia e atit tuaj ju ka dhënë një thesar në thasët tuaj. Vargu 23. Një shërbëtor egjiptian u foli për Perëndinë e tyre. Ndoshta Jozefi e kishte mësuar. Kur njeriu i Perëndisë jeton mes njerëzve, ata mësojnë të flasin për Perëndinë e tij. Dhe pastaj u solli Simeonin të lirë. Vargjet 26 deri në 31. Loti i fsheu. Kur erdhi Jozefi, ata u përkulën përsëri, vargu 26. Ëndra po përmbushej edhe një herë. Ai pyeti për shëndetin dhe pastaj për baban. A është ende gjallë plaku juaj? Vargu 27. Dëgjoni pyetjen e një djali që nuk e ka parë baban prej 20 vjetësh, e cila duhet bërë me zë zyrtar. Dhe pastaj pa Benjaminin, vëllain e vetëm nga e njëjta nën që i kishte lënë foshën. I tha: Perëndia të bekoft, biri im, vargu 29. Dhe teksti thot: mund zitua të dalë sepse ndjenjat e tij ishin ndezur. Kërkonte një vend ku të qante. Hyri në dhomën e tij dhe qau atje. Vargu 30. Ky është loti i dytë i Jozefit. Dhe vini re, ai kërkoi një vend ku të qante. Nuk qau para tyre. Ende nuk ishte koha. Pastaj lau fytyrën, doli dhe tha: shtroni bukur. Vargu 31. Kjo është një nga skenat më njerëzore të Biblës. Një njeri që mban dhimbjen brenda dhe vazhdon punën. Ka lot që duan nderdhur në privatësi para se të vijë çasti i fjalës. Vargje 32 deri në 34. Tryeza që tregon gjithçka. Ushtruan 3 tryeza dhe pastaj ndodhi diçka që i la vëllezrit të shtangët. Ata u ulën sipas radhës së moshës, nga i pari tek i fundit. Dhe ata shikonin njëri tjetrin me habi. Vargu 33. Si mund ta dinte ky egjiptian rendin e saktë të lindjes së 10 vëllezërve? Ishte shenjë që se kuptuan dot. Dhe pastaj prova e fundit. Jozefi u dërgoi ushqim nga tryeza e vet, por Benjaminit i dha 5 herë më shumë. Vargu 34. Kjo nuk ishte thjesht dashuri për vëllan, ishte një test. 20 vjet më parë këta burra e urryen Jozefin, sepse babai e favorizoi. Tani po shihni sërish një djalë të Rakelës, të favorizuar, hapur. A do të shpërthente sërish Zilia? Dhe përgjigja e tyre është përgjigja e njerëzve të ndryshuar. Pinë dhe u gëzuan bashkë me ta. Vargu 34. Asnjë ankim, asnjë vështrim i keq. Aty ku dikur lindi urrejtja, tani kishte gëzim. Jozefi e pa këtë dhe e dinte se puna e Perëndisë në atë zemra ishte e vërtetë. Vini re fjalën e fundit të kapitullit. U gëzuan bashkë me ta. Pas 20 vjetësh, urrejtje, fajësh dhe heshtje, një tryezë me gëzim. Ata ende se dinin kush ishte ai, por tryeza ishte shtruar, buka ishte ndarë dhe zemrat ishin gati. Perëndia përgatit gëzimin para se ne të kuptojmë pse. Kapitulli i ardhshëm do të sjellë provën e fundit, por kjo drek tregoi se ata do ta kalonin. Fjalët kyçe të kapitullit. Bëhem garant, vargu 9. Fjala origjinale arav, të vesh veten peng për dikë tjetër. Të marrësh borxhin e tjetrit mbi vet. Kjo është fjala që përdoret për një dorëzanës ligjor. Juda nuk premtoi thjesht të kujdesej, vuri veten si pagesë, nëse gjërat shkonin keq. El Shaddai, vargu 14. Perëndia i plotfuqishëm. Emri që Perëndia përdori me Abrahamin, 99 vjeçar, 17.1, dhe me Jakobin tek Betheli, 35.11. Jakobi e therret pikërisht kur s'ka më asnjë mundësi njerëzore. Ky emër është për orët kur ne mbarojmë. Ndjenjat e tij ishin ndezur, vargu 30. Shpreha origjinale flet për zorrën ose brëndësinë. Ajo që ne do ta thonim
i erdhi keq deri në stomak. E njëjta fjalë përdoret për dëmshurinë e Perëndisë në Dhjatën e Re. Folja që përdoret për Jezusin kur i dhimbseshin turma. Mateu 9:36. Ka pikërisht të njëjtin kuptim, dëmshuri që të kap nga brenda. 5 herë më shumë. Vargu 34. Numri 5 përsëritet tek Jozefi. 5 herë racioni i Benjaminit, 5 palë rroba më vonë 45:22. 5 vëllezër të paraqitur para faraonit 47:2. Në kulturën egjiptiane, pesa ishte numër nderi dhe bollaku. Por këtu ka edhe një kuptim tjetër. Ishte provë e hapur, një favoritizëm i dukshëm, pikërisht si rroba e vjetër. Lidhja me Krishtin dhe Dhjatën e Re. Juda ofroi veten si garant për vëllain e vogël. Do të ma kërkosh mua. Kjo është pikërisht ajo që bëri Krishti dhe jo rastësisht ai erdhi nga fisi i Judës. Kaq më shumë, Jezusi është bërë garant i një beslidhje më të mirë. Hebrejve 7:22. Fjala garant tek Hebrejt 7 është e njëjta ide me radhë të Judës, dikush që ve veten peng për borxhin e tjetrit. Juda tha, unë do të jem fajtor për gjithë jetën. Krishti mori mbi vete fajin tonë për gjithmonë dhe e pagoi. Dhe një kapitull më vonë, Juda do ta çojë këtë deri në fund. Do thotë, le të mbetem unë sklav në vend të djalit. Kapitulli 44, vargu 43. Dhe tryeza. 10 burra han buk me atë që e shitën për argjend, pa e ditur kush ishte. Sa herë njerëzit ulen tek tryeza e Zotit, pa e njohur plotësisht atë që i pret aty. E kujtoni skenën në fshatit e Emaus, 2 dishepujt ecën gjithë ditën me Jezusin pa e njohur, dhe ju hapën syt dhe e njohën në thyrin e bukës. Luka 24:31. Tryeza është vendi ku njihet ai. Dhe një gjë e fundit, kujdestari u tha, Perëndia juaj ka dhënë një thesar në thasët tuaja. Vargu 23. Ata kishin marrë grur falas dhe nuk e besonin dot. Kështu është hiri, e marrim pa paguar dhe zemra jon kërkon një shpjegim tjetër. Por shpjegimi është i thjeshtë, dikush tjetër e pagoi. Aplikimi për ne sot. Në fshatrat tona kur dikush merrte hua, gjendej gjithmonë një njeri që hynte dorëzan. Dinte emrin dhe pasurinë e vet peng për tjetër. Nuk ishte fjalë e lehtë, nëse tjetri paguante dorëzan. Juda hyri dorëzan për Benjamin, dhe një pasardhës i tij shekuj më vonë hyri dorëzan për të gjithë ne. Nga ky mësim neve marrim së pari, merr përgjegjësi me unë, jo me fjalë të mëdha. Rubeni ofroi jetën e fëmijëve të vet. Juda ofroi veten. E para ishte teatër, e dyta ishte përgjegjësi. Kur duhet të ndihmosh dikë, mos u mburr me sa je gati të bësh. Thuaj thjesht unë përgjigjem dhe pastaj qëndro. Së dyti, askush nuk është shumë larg për të ndryshuar. Juda shiti një vëlla, 20 vjet më vonë ofroi veten për një tjetër. Nëse ke dikë në familje rreth teje që duket i pandryshueshëm, mos hiq dorë. Perëndia punon ngadalë përmes turpit, viteve dhe vështirësive. Lutu dhe prit. Së treti, edhe dorëzimi i lodhur është besim. Po të mbeten pa bij, kështu qoftë. Jakobi nuk e tha me gëzim. Nëse sot i dorëzohesh Perëndisë jo nga forca, por nga raskapitja, mos mendo se nuk është besim. Ai e pranon edhe atë. Ndonjëherë besimi është thjesht të lëshosh dorën nga timoni, sepse s'të kanë mbetur më forca. Së katërti, mos e lexo mirësinë si kurth. Ata u ftuan për drekë dhe menduan për gracë. Kur Perëndia të jep diçka të mirë, një ndihmë të papritur, një derë që hapet, një falje, mos kërko menjëherë ku është problemi. Ndonjëherë mirësia është thjesht mirësi. Së pesti, ka Lot që derdhe në dhomë. Jozefi kërkoi një vend ku të qante. Pastaj lau fytyrën dhe vazhdoi punën. Jo çdo dhimbje shfaqet publikisht dhe jo çdo lot është për sytë të tjerëve, por mos i mbaj brenda pa i derdhur kurrë. Gjej vendin tënd dhe qaj para Perëndisë. Së gjashti, prova e vërtet është si reagon kur tjetri merr më shumë. Benjamini mori 5 fish dhe vëllezërit u gëzuan.
20 vjet më parë do të kishin shpërthyer. Pyet veten sinqerisht si ndihem kur dikush tjetër merr lëvdat, ngritje, bekim. Përgjigjja tregon sa ka punuar Perëndia në zemrën tënde. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 43 do tregoj një ju të ndryshuar që ofroi veten si garanci. Një baba të lodhur që u dorëzua me Krishtu qoftë. Vëllezër që u trembën nga një ftesë për drek. Një shërbëtor egjiptian që u foli për Perëndinë e tyre. Një sundimtar që kërkoi një dhënë ku të qante. Një tryez ku ulën sipas moshës dhe nuk e kuptuan pse. Dhe një provë të fundit, 5 fishi i Benjaminit që e kaluan me gëzim. Zemra që dikur ziliqare, tani gëzohej. Perëndia po e mbaronte punën e vet. Mbajo nënd këtë varg. Unë bëhem garant për ta. Do të ma kërkosh mua. Zanafilla 43:9. Nga fisi i këtij njeriu doli ai që u bë garant për ne dhe pagoi vet. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë mbi ju. Zoti ju bekoft.